18 prilli shënohet si dita e dëshmorëve të Prishtinës. Me këtë rast, liderët institucional dhe ata partijak bën homazhe te shtatorja e herojit Zahir Pajaziti. Ata që jetën e dhanë për lirinë e vendit mbetën të gjallë në kujtime. Për krah kësaj të fundit edhe krenaria smungoi, veç ata që e kryen krejt këtë krim su denuan kur, por një gjë e tillë u tha se duhet të ndodhë. Dokumentojmë këto vlera, të vërtetojmë këto vlera, mos t'i harrojmë këto vlera, sepse një gjë ka me të mungi, Serbia nga këtu është shpor, por drejtësia nuk është vu në vend ende dhe përmes dokumentimit të këtyre vlera ne duhet me bu padin ndaj Serbisë. Në Velani Hoti shkoi bashkë me Adem Shehun, ish komandanti brigadës 153 në zonën operative të Llapit. Do kanë vetëm ditëlindje, u kujtofshin gjithmonë në breza, i përjetshëm kujtimi. 68 dëshmorët e kryeqytetit i kujtoi edhe ministri i mbrojtjes Ejop Maqedonci, i cili nga Velania tha se Kosova e ndërtoi ushtrinë fal gjakut të derdhur për shtetin. Është nder për secilin prej neve që e ka pas mundësinë me njoftë. Jo më veç me bashkëvepru, po edhe me njoftë si njeri, si figurë, si luftar i paepur, që edhe ka dëshmu me rënien e tij që me të vërtet ashtu që ka nisë rrugën me nder, e ka përfundu me nder e me lavdi. Ndërkaq në këtë përjetor në nderim të të rëndëve në sheshin e Prishtinës u bë edhe dhurimi vullnetar i gjakut. Në nderim të të rëndëve në këtë përvjetor u bën homazhe